Por të një pyetje që ngjall gjithmonë, kuriozitet, sigurisht forca juaj politike e ka promovuar reformën në drejtësi, si thot kryeministri, kemi bërë ne, edhe për këtë ka debate, nëse e ka bërë Partia Socialiste, e kanë bërë aleatët, ka qenë një bashkëpunim etj. Por përposi debati, shumë, ose të paktën disa ish-ministra, ish-kryebashkiak, ish-zyrtar janë dënuar ose janë nën hetim. Sa kosto elektorale, ju që jeni në terren, sa kosto elektorale ka shkaktuar kjo gjë, sipas jush? A është e matshme? Nuk di ta them të gjithë, sepse sondazhet dhe gjithë anketimet tona flasin për një mbështetje nga më të larta të elektoratit. Pra kjo mund të ketë dy anë si medalje që mund të marrë dhe një temi një mbështetje nga elektorati, në kuptimin kur ata shohin që Partia Socialiste, përgjithësi qeverisja, as nuk e shkon në mend që të ndërhymën punë të drejtësisë, siç ka ndodhur gjithë vitet përpara se sa Partia Socialiste vjen në pushtet, apo në vitet kur reforma e drejtësisë ende ishte në tyreza projektimi. Qytetarët e shohin të gjithmonë më shumë, për ditë më shumë, dhe faktet, lajmet, hetimet, pra pavarësia, unë mendoj, jo vetëm e plot, po mendoj madje dhe më shumë se që do ta imagjinonim me sistemi drejtësisë, është e tillë që me përjashtim të në një, po themi, ku di unë tani, pritshmërie që do ishte në një fabule që mund të ishte, pra, do me thënë, nuk diskutohet që ka edhe egzagerim, ka dhe një përgjithësim, ka ndonjëherë, dhe kjo vjen edhe për shkak të diskursit shumë të ulët politik, e përmenda, të mënyrës se si opozita qaset ndaj elektoratit, ndaj audiencës, të nxirjes së çdo gjëje, dhe në këtë aspekt nuk diskutohet që mund të ketë pjesë të elektoratit të cilat kanë humbur totalisht besimin, ose janë totalisht pa informuara, ose nuk do besonin fare tek politika për shkak të asaj që me cilën ata ushqehen, që është një, duhet ta themi këtu që ka dhe një mungesë, të themi, përmbajtje edhe nga shumë portale, dhe kjo që mund t'i bëjë ata që të mendojnë që këta o duhet ikin gjithë, o të gjithë janë, si themi, fajtorë për çdo gjë që shkon mirë me jetën e tyre, o nuk kënaqen me asgjë pa shkuar të gjithë në djallë. Po kjo nuk reflektohet në sondazhet tuaja. Problemi është që kjo nuk mund të jetë dot, po mendoj tani që nuk mund të jetë kjo me cilën duhet të merremi, ne merremi me faktet, faktet janë dhe vetë përmendet që numrat tregojnë që edhe për shkak se ne jemi më shumë vite në qeverisje, edhe për shkak se ne jemi shumë të ekspozuar, ne jemi në shumë prej pushteteve, jemi, si me thënë, i përkasin Partisë Socialiste dhe nivel qendror dhe nivel vendor, në shumë institucione, në shumë prej organizmave, agjensive, pra normal që ne jemi shumë të ekspozuar, dhe kjo bën që të numrat e atyre që janë të hetuar, apo të dyshuar, apo që mund të jenë në procese të caktuara, të cilat natyrisht mund të kenë dhe një funde derisa nuk provohet, themi, fajësia për të gjithë ne, për këdo, duhet ngulitet mirë në kokën tonë, duhet ngulitet mirë në dëgjerin tonë, që ata njerëz janë pafajshëm. Megjithatë, ka një numër shumë të lartë si themi, të heqjes, po themi, të lirisë edhe në hetim, edhe kjo gjë e bën dhe që t'jenë numra me të vërtet shqetësuese sa i takon po ta krahasosh me vendet Bashkimit Evropian, por ky është një proces që të gjithë ne kemi thënë që me sa duket do dojë dhe kohën e vet që të bëjë që dhe vetë sistemi i drejtësisë të mund të përsoset në punë sipër, në të eksperiencë të re të tyre, që është një eksperiencë e pavarur dhe që është një eksperiencë e padëgjuar ndonjëherë. Jo vetëm tranzicion, por ne, domethënë, u bë shekull që ne nuk